thoshta edhe më herët, ky është modeli i ri i karrocës që neve na ka ardhur në dyqan, është nga Momo, quhet Momo V7, është version siç e shikoni shumë i lehtë, shumë praktik, ka këto nivelet e lartësisë për të përshtatur gjatësive të ndryshme të nënës, është në materialin copë, në fund të videos do t'ju tregoj që kjo është një copë që e rrëshqetur, një pefik për brenda. Si brendësi është një karrocë me një shtres shumë të bukur të velvetit, këtu është me disa nivele të shtrirjes së kokës dhe mbrapa disa nivele të lartësisë. Materiali është shumë i butë, komplet kjo pjesa hiqet me zinxhir për të pastruar, për tani në dimër kemi mundësinë e mbylljes në pjesën e përparme, mbyllet kështu me anë të kësaj kopsës dhe kapet diku këtu sipër, dhe ka dhe këtë pjesën e plastikës që ju keni mundësi që ta monitoroni betin. Ndërkohë që bebi i ngrohtë, ju keni akses për ta parë atë nëse zgjohet apo nëse shan. Për të hequr dhe për të vendosur se kosha janë shumë të lehtë, shtypen këto dy butonat anësore dhe hiqet. Ndërkohë do ju tregoj koshin Sogelino, e cila është 0 deri në 13 kg, 40 deri në 87 cm. I ka të shkruajtur në dyja forma, dhe me gjatësi edhe me peshë. Koshi është universal, është i zi për gjitha ngjyrat e karrocave. Pjesa këtu është me disa nivele, po ta shikoni, dysheku është shumë i rehatshëm, dyshek goxha praktik dhe ka mundësi që të ngrihet dhe pak fare koka më sipër me anë të një butoni që ka nga mbrapa, ose të ulet ose të ngrihet, për të zgjatur pak më shumë. E njëjta gjë edhe kjo për të hequr nga karroca hiqet lehtësisht me dy butona anësore. Ndërkohë vjen katalogu, por gjithashtu në pjesën anësore të vet ju përshkruan edhe se si lidhet ajo në makinë me anë të ripave të sigurisë. Edhe shumë e bukur pjesa Sogelino, ngjasë shumë luksoze, pavarësisht se ky model karroce ka dalë me një çmim super ekonomik. Kjo është pjesa Passeggino, e cila përdoret edhe në këtë formatin me fytyrë nga rruga, edhe në formatin me fytyrë nga nëna. E ktheni nga të doni ju. Ka disa nivele, 3 pozicione të shtrirjes, pra 180 gradë, që është komplet shtrirë, gjysmë dhe pingull. Ka gjithashtu një pjesë rrjete që ju mund të monitoroni bebin nëse është në gjumë ose nëse jeni duke ecur në rrugë dhe nuk i besoni atij se është duke bërë një praktikë aty brenda. Ka këtë pjesën që hapet pak më shumë çadra, për të penguar erën, por edhe diellin, dhe pajisjet edhe në një mbulesë të tillë të trash dimërore, të cilën thjesht ta vendos në momentin kështu nuk do ju lidh, thjesht për të dhënë një ide, ja ku bëhet mbyllja totale për vërimin. Do ta bëj heqjen dhe këtu në anën tjetër, për t'ju dhënë një ide sa më qartë. Si karrocë është shumë e lehtë, ndihet shumë praktike në dorë, në manovrim në rrugë. Pjesët i ka të treja funksionale shumë të mira, shumë praktike. Dy koshat e ky dhe koshi për bebe është bashkë mbulesë në këmbë, Sogelino është kështu siç është këtu, nuk ka mbulesë këmbësh. Çanta është e tillë, me një dorezë të vogël dhe me dy adaptor për karrocën, plus dhe rrip i madh zgjatues për të marrë në krah. Edhe kjo është shumë praktike. Tani do ju tregoj se si mbyllet skeleti i karrocës, gjithashtu shumë i lehtë. Por ta pas sa më të lehtë që mos ju iki kur do të bëni mbylljen, si qëllim unë ju sugjeroj ta vendosni në frena dhe më pas të bëni një. Këtu jemi në nivelin, le të themi, të fundit të lartësive të dorezës. Këtu ku jeni, shtypni butonin që është në poshtë, një gisht përdoret për butonin, 4 të tjerët për dorezën, i jepet dorezës deri në fund dhe jap një mbyll si një libër në dorë. Siç u tregova, ka dhe sistemin e frenimit, i cili ja bën nënës më komod dhe më të lehtë hecja në rrugë. Ndërkohë, si karrocë kushton 350.000 lekë, ka 3 ngjyra, ka ngjyrën gri, ka ngjyrën e zezë, zeza vjen me skelet të zi ose me skelet gol. Kjo ngjyra që kemi këtu që është bezh, po bezh në mente, është një ngjyrë që nuk është e kam një emër fiks, por shumë e veçantë, nuk e kam parë vërdallë në treg, kështu që e keni shumë të bukur si kombinim.
350 ml edhe dërgesa falas për këtë super set. Faleminderit, miru dëgjofshim.